nga kjo lëvizje e Edi Ramës, çfarë duhet kuptojmë? Është një lëvizje kjo për të krijuar më shumë siguri në raport me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe vendet e tjera të NATO-s? Ore zotëri, borxhi është 302 milion euro. Çdo vit, sa është përqindja të paguajmë neve? 2%, 5% ka ligje. Kush t'i jep tyja 302 milion euro pas një lloj përfitimi 12 vjet? A kupton kush heli aty? Pra, 302 milion është borxhi. Çdo vit, sa përqind do paguaj Shqipëria për të borxh ka marrur? 2%, 5%, sa ka? Pse tregon? Sepse nuk ka në asnjë vend të botës dhe për në Shqipëri që të marrë shtinë një borxh ose një kredi pa përqindje fitimi. Merë do t'i në bankat e Shqipërisë një kredi pa përfitim vjetor në asnjë mënyrë. Po në këtë rast, është një garanci që Edi Rama kërkon të japë Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe vendeve të tjera anëtare të NATO-s për samitin që do të mbahet vitin e ardhshëm në Shqipëri? S'është e vërtet fare. Si nuk është e vërtet? E thash dhe në emisionin tjetër kanal tjetër televiziv, sepse është fatkeqësi që intelektualët dhe njerëz me vlera nuk i ndjekin drejt për drejt burimet informative. Unë ndoqa drejt për drejt gjithë senatin, gjithë samiti ju zhvilluar në Tiranë, në Ankara. Dhe në fund është bërë deklarata e përfundimit të samitit. Dhe në 5 pika nuk është thënë në asnjë vend që samiti i ardhshëm në vitin 2007 do bëhet në Shqipëri. Ka qenë një parathënie me kohë, ndërsa në deklaratën zyrtare të NATO-s, të lexuar nga sekretari i përgjithshëm në prani të Trumpit dhe gjithë fare nuk është zëngoj fare 2007 në Shqipëri. Pra ka mundësi që jo vetëm Shqipëri mos bëhet, po të shtyhet edhe si vit i samitit të NATO-s. Kush lexon informacionet e nivelet të larta i ka të qarta të gjitha. Ata që flasin kafeneve, flasin kot. Në këtë rast, sa arrin Edi Rama që të fitoj pikë në sytë e Donald Trumpit? I faleminderit shumë Amerikës, si gjithmonë, sepse sa e firmosi me fshirësi të madhe marrëveshjen e borxhit, Departamenti i Shtetit të cilin u dërgova juve dhe ambasada amerikane e shpërndau, bëri vlerësimin e situatës në Shqipëri. Lexojeni se është zyrtare. Në faqen e Departamentit të Shtetit të Amerikës bërëm në darkë, dhe sot të mëngjes ambasada amerikane ka hedhur faqen e saj, ka bërë vlerësimet e tmerrshme të situatës të krimit ekonomik që ka qeveria shqiptare dhe të korrupsionit e lidhur me mafia dhe me drogën e latine në Shqipëri dhe ka pushtuar Europën. Lexojeni informacione zyrtar që ka shpërndarë Departamenti Amerikan dhe ka dhënë mund ballë Edi Ramës dhe i faleminderit të Amerikës që heshti, po e publikoi zyrtarisht. Ashtu si falenderojmë dhe Parlamentin Evropian, e cila ka botuar 2 herë përfundimet e investimeve që ka bërë Rama nga Butrinti në Zvërnec për 103 leje të kundralishme në 43 zona. Pra, Parlamenti Evropian me Europën i ka thënë stop Edi Ramës, ndërsa Amerika bëri vlerësimin që ka thënë të raport zyrtarisht, pra Amerika është kundër Edi Ramës, që është qeveria më e kriminuar, më e korruptuar, dhe Bashkimi Evropian dhe Parlamenti Evropian i thotë trosh, stop këtë rrugë që ke marrur me gjoja investime strategjike dhe pakete maleve, se po shkatërron Shqipërinë. Zgjidhja i takon popullit shqiptar. Shqipëria është shtet sovran, i takon popullit shqiptar në rrugë demokratike ta rrëzojë qeveri dhe të rrëzojë sistem dhe të shpëtojë Shqipërinë. Nuk na ka fajin as Amerika, as Bashkimi Evropian. Ata kanë dalur zyrtarisht me deklarata zyrtare. Zoti Limaj,
në këtë rast, si e shpjegoni që ka ardhur në këto moment raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit, a mendoni se Edi Rama është vendosur në targetin e ndërkombëtarëve, teksa sipas raportit theksohet se vërtet protesta nisi për mbrojtjen e mjedisit, por tashmë është një revolt kundër korrupsionit qeveritar? Unë ndje komplet agjensitë e niveleve të larta duke përfshirë Amerikën, veçanërisht Anglia, tepër aktive, Kanadaja, Gjermania, Italia, dhe më vjen keq për vendin tim të dashur. Më vjen keq për vendin tim të dashur, më mëdheun dhe adeun tim, se është bërë objekt diskutimi dhe trajtojnë që mafia shqiptare ndërkombëtare ka pushtuar qeverinë dhe shtetin shqiptar dhe populli shqiptar në rrugë. Kjo më dhimbset, sepse Shqipëria nuk e meriton të dënim në opinionin ndërkombëtar, se Shqipëria është vend i artë, populli shqiptar është i shkëlqyer, po fatkeqësia e madhe është i pushtuar nga njerëz papërgjegjshëm dhe kthyer qeverisjen në krim të organizuar, vjedhje masive. Zoti Limaj, së fundmi ka pasur një deklaratë të një eurodeputetit çek, sipas të cilit Edi Rama është duke transferuar para përmes familjarëve të tij jashtë vendit. Ju si mendoni, sa qëndrojnë deklaratë të tillë? Kemi të bëjmë me një akuzë konkrete apo është thjesht një deklaratë politike? Tani akuzat Kashiranës janë të gjithanshme në gjitha hapësirat e botës shqiptare që ngurtur në këmbë duke akuzuar që keni parë hajdut kriminal, edhe kanë ardhur eurodeputet e tjerë. Ajo është një deklaratë personale e tia, e cila ka informacionet e tia, por si që keni parë bërë dhe lëvizje makinash për në aeroport e avionosh, unë nuk merrem me gjëra që nuk i di eksaktësisht, por që qeveria shqiptare është qeveria më e kriminuar që ka pirë gjakun popullit shqiptar, është e formës së prerë, sepse po të ishte Edi Rama i pasë vetë, nuk ishte kur mundësi të mbronte zvendësin e tij ballukun e zhytur të krim të madh ekonomik, dhe nuk ishte mundësi kur që ai e bllokoi kuvendit të hiqte imunitetin dhe atë dramë që po sjell Shqipërinë, se dhe kriza fillestare aty ka burimin. Pra, është pjesë e këtij krimi të organizuar qeveritar, që duke qenë se jam shumë studios dhe ka botuar 9 libra shumë të thella, nga 1912 deri më sot, qeveria Rama është qeveria më e korruptuar, më hajdute, që solli pasoja dramatike këtij vendi dhe ka krijuar një oligarki hajdutërie me emër të zgjedhur nga atje dhe ka braktisur popullin e ndershëm dhe popullin e thjeshtë. Ndërkohë nga ana tjetër, protestuesit kanë dërguar në SPAK librin Albanian Files, ku Edi Rama ka komunikimet e tij me arkitektët. Ju si mendoni, cili do të jetë roli i SPAK-ut në këtë aspekt? A do të ketë goditje në nivelet e larta? Nuk është vetëm ajo që ka të shuar për... Janë shuar dosje edhe nga institucione të tjera jo qeveritare dhe nga personalitete dhe direkt nga njerëz, dhe janë me 10 dosje në SPAK dhe gjykatë kushtetuese. Shqipëria është rënuar në funksionim e shtetit. Si ishte mundur që gjykata kushtetuese e ka me mision dhe detyrë ligjore që të anullojë marrëveshjet të cilat shkelin sovranitetin kombëtar dhe tërësinë territoriale si që ajo ujrave me Greqinë? Pse frigjon kjo gjykat kur ka dosje mbi tavolinë të argumentuara të ligjëruara? Nga një dhe fund fare shkeljet flagrant që ka bërë Edi Rama dhe hesht. Edhe SPAK-un që menduan do bënë diçka, si ishte mundur që nuk vepron dhe të paktën ta thëriste në gjendje të lirë fillimin e hetimeve të Edi Ramës, kur ka falur ishullin strategjik të mbrojtjes së kombit shqiptar Sazanin dhe janë vënë alarm shumë shtete të tjera. Pra, shteti është rënuar, nuk funksionon
Edi Rama i ka kthyer në oter kuvendin, presidentin dhe gjykatën kushtetuese dhe SPAK-un i ka vënë gjumë. Po të kishim neve gjykatë kushtetuese pavarur, po të kishim ne kuvend sipas ligjit, po të kishim neve SPAK, Edi Rama ishte arrestuar me kohë. Kuvendi e kishte shkarkuar nga kryeministri, i kishte hequr imunitetin, gjykata kushtetuese kishte anulluar gjithë marrëveshjet, Shqipëria ishte çliruar nga pjesë madhe kombëtare.